Përshëndetje, gjatë prezantimit të drejtuesit të ri të Akshit disa javë më parë, kryeministri Edi Rama artikuloi publikisht filozofinë e tij të qeverisjes, heshtje dhe bindje të verbër ndaj pushtetit. Thirrja drejtuar administratës për të mbajtur gojën e mbyllur nuk ishte një rastësi, por shpallje publike e një modeli qeverisjeje që kërkon nënshtrim dhe jo shërbim ndaj qytetarëve. Jo vetëm Akshi, por dhe institucionet të tjera vijojnë të operojnë në tendera me të njëjtët operator ekonomik, edhe pse SPAK për disa prej tyre ka evidentuar se garojnë fiktivisht me qëllimin e dyshuar për të krijuar idenë e garës reale dhe në fund për të shpallur fituese ofertën e paracaktuar. Rasti konkret ka të bëjë me First SHPK, kompaninë që del në qendër të një rrjeti të dyshuar korrupsioni dhe pastrimi parash në pronësi të paktën dokumenta të vllait të ministrit të jashtëm zotit Ferit Hoxha. Dëshmia e vet Gzim Hoxhës përpara SPAK konfirmon atë që opozita ka vite që denoncon, një sistem të kapur të prokurimeve publike. Hoxha po hetohet për pastrim parash të kryer në kuadër të organizatës kriminale dhe gjatë marrjes në pyetje ka pranuar se ka lidhur kontratë me Akshin dhe Autoritetin Kombëtar për Sigurinë Kibernetike me vlerë rreth 60 milion euro dhe se ka nënkontraktuar disa shërbime me kompaninë në pronësi të Ergys Agasit, aktualisht në masën e sigurisë arrest me burg, por të pa ekzekutuar. Në këtë realitet, motoja e Edi Ramës duket e qartë: hesht dhe do të shpërblehesh. Ndoshta nuk është rasti që deponimet e Gzim Hoxhës mbeten me kaq. Në të njëjtën periudhë, në shenjë mirënjohje, vllai i tij, Ferit Hoxha, gradohet në detyrën e ministrit të jashtëm, ndërsa vetë ai mbetet vetëm në masën e sigurisë së ndalimit të lëvizjes jashtë vendit. Halli është mos në magjinë e Edi Ramës bien dhe 2 prokurorët e çështjes apo edhe vetë gjyqtarët. Partia Demokratike dhe opinioni publik kërkojnë zbardhjen e plotë dhe të menjëhershme kësaj çështjeje pas një vonesë dhe pas një kompromis. Nesër në orën 19 qytetarët në shesh për demokracinë, për drejtësinë dhe për të ardhmen e vendit. Shqipëria nuk mund të jetë peng e një regjimi që shpërblen heshtjen dhe ndërshkon të vërtetën. Faleminderit.